fund viteve 80 apo mes viteve 80, ka patur lojtar që i merrnin me sportivitet apo me shaka për të ulur tensionin. Se kam ndjekur, mes viteve 80 deri në fund shumë futbollin, po kujtoni në i lojtar që përdorte, shakan për të ulur pak tensionin, ndeshje tensionuar, derbi Tiranës apo Bregdetit. Shiko, Dhe kush ka qenë? Në fush nuk besoj që mund të kishe një lojtar që ta kalonte në pjesën e humorit. Sepse mobilizimi i tyre në ndeshjet derbi apo në ndeshjet e forta, siç mund theme ku lutet Asnia, Partizani, Tirana, ishin të mobilizuar maksimum. Po si taktik për ta përdorur më shumë për të tensionuar, për të fituar pak më tepër simpatinë. Pak ndoshta mund të përmend një lojtar i tillë ka qenë pak sulmema, po edhe ai thotë pak me ironi atë pjesën e humorit. Ka qenë lojtar që e përdorte në gjatë lojës. Sidomos ka pasur edhe sidomos kur kishte derbi me Gens Tomborin, ka pasur gjithmonë në një fërkim në gjokë. Ngacmoi me Gensin. Ngacmoi dhe kalonin pastaj në humor.